Dy kryeministrat, ai shqiptar dhe serb, në samitin e Vjenës i kanë kërkuar llogarit drejt për drejt komisionerit për zgjerim Johannes Hahn mbi hapat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe mbështetje më të madhe për rajonin. Vetë Hahn është kundër përgjigjur, duke u shprehur se Edi Rama dhe Aleksandar Vučić e shohin Bashkimin Evropian si një bankë që paguan para, kur në fakt, sipas tij, është një bashkim i vlerave të përbashkëta. Gjithçka nisi kur komisioneri Hahn kërkoi më shumë përfshirje të shoqërisë civile në vendimet politike në vendet e rajonit, debat i publikuar nga e përditshmja austriake, dje pres. Nuk kemi ardhur në Vjenë për të folur gjatë gjithë kohës për shoqërinë civile. Ne duam të dimë se çfarë do të bëjë Bashkimi Evropian. Njerëzit më në fund do të duan të shohin përmirësime për kushtet e tyre të jetesës. Aktualisht, Shqipëria ka statusin e vendit kandidat, që do të thotë, unë dua të martohem, por askush nuk dëshiron të martohet me mua. Bashkimi Evropian nuk mund të shihet si një bankë që thjesht paguan para. Është më shumë se kaq, është një lidhje e vlerave të përbashkëta. Ne nuk duam para tuaja dhe nuk kërkoja se dhe një euro të vetme nga Bashkimi Evropian. Të gjithë ne, pra Ballkani Perëndimor, kemi nevojë për mbështetjen tuaj politike. Gjithashtu, ne kemi nevojë për ndihmë në çështjen e emigrantëve. Nuk mund ta përballojmë vetëm. Përveç kësaj, Serbia ka bërë shumë më shumë se disa vende të tjera të Bashkimit Evropian për azilkërkuesit. Ne kemi regjistruar më shumë se 90% të tyre, gjë e cila nuk ndodh në Itali, Greqi apo Gjermani. Shefja për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian, Federica Mogherini, tha se po përballen me një klasë politike agresive në rajonin perëndimor të Ballkanit, teksa këta të fundit, përfshirë Rama dhe Vučić, drejtojnë kërkesa të përcaktuara nga nevojat e brendshme. Europa dukshëm është vënë përballë presioneve në rritje nga liderët e vendeve të rajonit, të cilët, të paktën gjeografikisht, kërkojnë më shumë dinjitet politik në Europë.